Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Sot autori Allah më shirof na jep një temë të rëndësishme që ka të bëjë me një ndodhi të madhe për sa i përket historisë njerëzore, që solli dhe ndryshim në historinë e njeriut dhe i ndau njerëzit në dy grupe, në besimtar dhe në pabesimtar. Dhe kjo ndodhi, apo kjo gjë e re që u fut tek njerëzit, është shirku, idhujtaria. Pra ndryshe nga që deklarojnë disa njerëz, apo ndryshe nga që mësohet fëmijëve në kurrikulat shkollore se idhujtaria ka qenë në fillim, pastaj monoteizmi, kjo është një gënjeshtër e madhe që e kanë fut pabesimtarët. Për të mbështetur një tjetër gënjeshtër të tyre që është evolucioni. Ne dim që fillimisht që në njeriun e parë, njeriu ka qenë besimtar, e ka njohur Zotin e tij, ka folur, Allahu i mësoi emrat e kafshëve, emrat e gjërave të tjera, ky është zjarri, shërben për të, ky është uji, shërben për të, ky është dheu, shërben për këtë, e tjerë. Pra ka qenë i ditur Ademi a.s. Ka qenë më i ditur edhe se me lajket në këtë aspekt. Dhe kanë qenë njerëzit besimtar, jo idhujtar, siç i paraqesin ata që nuk kanë prova, thjesht sjellin disa vizatime, pra njeriu fillimisht si majmun, pastaj çit, duke u ngrit kështu shpina, edhe duke bërë pastaj njeri tamam. Prova atyre vetëm është piktura që kanë bërë ata, jo se kanë gjetur një pikturë të hershme që të tregojë të zinxhir të evolimit. Por piktura thjesht, nuk kanë prova. Prandaj e vërteta vëllezër është gjithmonë tek shpallja. E vërteta merret nga shpallja. Dhe kjo është nga mënyrat që ata luftojnë fen me këtë lloj teorish. Duket si diçka e thjeshtë, e parëndësishme. Njeriu i parë fliste apo jo, ka qenë monoteist apo idhujtar. Ja, por ka shumë rëndësi kjo gjë. Dhe thot autori Allahu më shirov, thot shirku i parë që ka ndodhur në tek populli i Nuhut. Dhe shkaku ka qenë madhërimi i të vdekurve. Dhe thot, pasi njerëzit kundërshtuan pasimin e pejgamberëve të tyre, dhe shejtani u bëri atyre dredhi, duke i shmangur nga urdhri për tauhid dhe duke i futur ata duke i nxitur ata drejt shirkut me anë të madhërimit të të vdekurve. Dhe në këtë mënyrë dhe në atë kohë njerëzit filluan dhe u ndanë në dy grupe, në besimtar, i thtar të tauhidit, dhe në mushrik, në idhujtar. Në këtë mënyrë, thot autori, shejtani futi përçarje në zemrat e tyre, kur ata lanë pasimin e pejgamberëve. Thot Allah subhanahu wa taala, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim." Le të ruhen ata që e kundërshtojnë urdhrin e tij, që të mos i kap fitnja apo dënimi i dëmshëm. Thot Imam Ahmedi rahimullah, kuptimi me fitnë këtu është shirku. Pra, kundërshtimi i sunetit të profetit alayhis salatu wassalam mund të çojë deri në rënje në shirk. Ja siç ndodhi. Lan udhëzimin e profetëve, ndoqën dredhin dhe inspirimin, frymëzimin e shejtanit dhe bën dhe shpikën bidatin e parë në tokë që ishte shirku. Dhe i frymëzoi ata shejtani për madhërimin e të vdekurve të tyre, duke i shtyr apo duke i frymëzuar që të qëndrojnë tek varret e tyre, për të bëjnë itikaf. Pra të qëndrojnë gjatë. Jo thjesht një vizitë, por qëndronin gjatë në formë mirësie, bereqeti e tjerë. Dhe më pas i nxiti që të ndërtojnë skulptura apo përmendore për ta, edhe t'i vënë ato në vendet publike të tyre.
në vendet publike, pra ata takoheshin, qëndronin, me qëllim që duke I parë ata të frymëzoheshin nga modeli I tyre. Pra jo t'i adhuronin deri tani, të frymëzoheshin nga modeli. Më pas I shtyu ata në adhurimin e tyre. Pra shihni hilen e shejtanit dhe shihni strategjinë e shejtanit dhe sa largpamës është shejtani. Prandaj është armik shumë I rrezikshëm. Askush mos mendoj se e mund shejtanin me imanin e tij. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Nëse nuk do të ishte prej mirësisë dhe mëshirës së Allahut, askush nuk do të shpëtonte dot prej tij. Ka dërdit forte. Ka dërdit forte. Ademin a.s. që Allah në formë derimi e krijoi me duart e tij e vendosi në xhenet, arriti ta nxjerrë. Ademin a.s. Po sa njerëz të tjerë gjatë historisë, dietarë, njerëz të devotshëm I ka humbur. Prandaj duhet askush mos neglizhoj pasimin e shejtanit. Dhe shejtani, si thon dietarët, kur do të humbi një besimtar të mirë, nuk I vjen direkt me një gjunaf të madh. Por I vjen edhe e shtyn në lëshimet e vogla fetare, lërë të sunnet, lërë dhe pastaj lërë dhe të fars, derisa përfundon një gjendje të keqe. Dhe thot autori më pas, dhe ata janë idhujtarët në popullin e Nuhut, dhe janë lloji I parë I idhujtarëve apo grupi I parë I idhujtarëve në historinë njerëzore. Populli I Nuhut alayhis salam. Dhe shirku që bën ata ishte shirku toksor. Bajni mend të term se do ta kujtojmë një term tjetër më vonë që do na ndihmojë të kuptojmë. Dhe që është madhërimi të vdekurve. Dhe është shirku I parë që I bë Allahut, edhe që ndodhi në tokë. Prandaj Nuhu alayhis salam është rasuli I parë, I dërguar I parë tek një popull I dhujtar. Tek një popull I dhujtar. Për shembull, Bertashin, kur I thu ju pse I adhuroni të vdekurit tuaj e tjerë, jo thon ata, pse bëni dua te varret e tyre, pse shkoni te varret e tyre e tjerë. Pra ata shehlerë që kanë ata. Thon pse nuk duhet I respektojmë ne? Pra nuk vim me termin adhurim, po thon pse nuk duhet I respektojmë? Respekti është gjë tjetër, por kur ky respekt kalon në adhurimin e tyre, është egzagerim, teprim. Edhe është e njëjta vepër që bëri populli I Nuhut alayhis salam. Por thjesht ndryshojnë të adhuruarit. Ata adhuronin të tjerë, ju adhuroni të tjerë. Ama thelbi është I njëjtë. Forma është e njëjtë. Pra shihni sa I vjetër është ky lloj shirku që vazhdon të jetë sot e kësaj dite. I njëjtë. Sa I vjetër që nga Nuhu alayhis salam e ka mbrojt shejtani dhe e ka trashëguar tek njerëzit. Dhe kanë thënë disa selef në fjalën e Allahut të lartësuar, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Thot, pra dhe ata thanë, mos I lini zotat tuaj, mos ishni dorë prej tyre, mos e lini waddan, as su'an, as yaghuthan, as ya'uqan, as nasran. Emër. Thon këta janë emrat e disa njerëzve të mirë. Disa njerëzve të mirë, kanë qenë besimtarë, të mirë ata, të cilët kur vdiqën, njerëzit filluan të shkojnë në formë pelegrinazhi, të qëndrojnë tek varret e tyre, nga dashuria që kishin për ta. Më pas u ndërtuan atyre skulptura me pamjet e tyre. Dhe më pas filluan t'i adhurojnë ata. Dhe ky është adhurimi I parë I statujave apo I idhujve. Këto idhuj më pas kaluan edhe tek arabët. Nga Amr ibn Yahya al-Khuzai, I pari që I futi këto idhuj tek arabët, është ky. Për të cilin profeti alayhis salam thot, e ka parë në xhehenem duke tërhequr zorrat e tij zvarr. Dhe atë bën bidatin e shirkut, bidatin e adhurimit të idhujve, të cilën e shpikën nga vetjet e tyre me dyshimet që u bëri shejtani, duke u paraqitur devijimin
devijimin pra nga rruga e profetëve, që është tauhidi i Allahut, si diçka të bukur dhe duke mbështjell atë me arsyetime dhe filozofi që të çojnë në humbje, si thonë betashin, thjesht për i respektojmë ata. I lutën atyre, kërkojnë dërman për tyre, thonë për i respektojmë. Dhe transmeton Imam Buhariu rahimullah në Sahihun e tij nga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, se këta kanë qenë emrat e disa personave të mirë, pra Wadda, Su'a, Yaghutha, Yauqa, Nasra, të cilët kur vdiqën, shejtani erdhi tek njerëzit, tek populli, dhe i këshilloi ata që në mexhliset kur rrinin, në vendet publike, tu ndërtonin atyre përmendore dhe tu vinin emrat e secilit prej tyre. Dhe ata bën të gjë. Dhe deri në atë moment, deri në atë kohë, akoma nuk kishin filluar të aduroheshin. Vjen me drejti shejtani. Dhe kur dituria humbi, pra shkaku pse u bën këto përmendore, filluan të adhurohen. Pra kaluan breza. Erdhi shejtani pra dhe i tha, të parët tuaj i ndërtuan të përmendore, sepse kanë qenë njerëz të mirë dhe i afronin tek Allahu. Dhe kur kishin nevojë u drejtoheshin atyre për lutje, dhe ata e kërkonin nga Allahu për ta. Apo kur kërkonin shi, apo kur kërkonin bereqet, u drejtoheshin atyre me lutje. Dhe filluan ta bëjnë brezat e mëvonshëm këtë gjë. Në këtë mënyrë thot filloi adhurimi i idhujve dhe i tagutëve. Dhe u ligjësua tek njerëzit një humbje e madhe, një kufër. Por Allahu i lartësuar nga mëshira e tij dërgoi të dërguarin e parë në tokë, Rasulin e parë në tokë, që është Nuhu alayhis salam. Dhe sjell autori për ardhjen e Nuhut alayhis salam, që është nga pejgamberi i Allahut Idris alayhis salam. Dhe Idris alayhis salam nga pasardhësit e Shitit alayhis salam, që është djali i Ademit alayhis salam. Normalisht nuk do të thotë se është 100% e saktë, mund të ketë edhe ndonjë gabim, kjo gjë. Por përmendet nga historianët, kjo lloj periardhi përmendet nga historianët. Dhe ndërmjet Ademit alayhis salam dhe Nuhut kanë qenë 10 shekuj. Dhe të gjithë njerëzit që kanë qenë në këtë periudhë kohore, të gjithë brezat, kanë qenë që të gjithë me tauhid në Islam, në Islamin e saktë, duke adhuruar vetëm Allahun e lartësuar. Dhe Nuh alayhis salam qëndroi tek populli i tij si thirrës 950 vjet. I bënte dave popullit e tij. Subhanallahu, pra me të njerëz dave 950 vjet, çfarë durimi kërkon, çfarë sabri kërkon kjo gjë, me të njerëz. Duke i urdhëruar ata që të adhurojnë vetëm Allahun e lartësuar dhe të largohen nga adhurimi i idhujve dhe i çdo kujt tjetër përveç tij. Por Allah subhanahu wa taala më pas i tregoi se askush më nga populli i tij nuk do të besonte përveç një grupi të vogël njerëzish që tashmë kishin besuar. Dhe Allah subhanahu wa taala i shkatërroi ata me anë të përmbytjes së madhe. Dhe pas Nuhut alayhis salam erdhën edhe të dërguar të tjerë nga Allahu i lartësuar, që i përmend edhe në Kur'an. Ndërta Hudi, pejgamberi i Allahut Hud, dhe përmend autori për ardhjen e tij, që shkon deri tek Nuhu alayhis salam. Dhe thotë ai është pejgamberi i parë me përardhje nga arabët, të cilin Allahu subhanahu wa taala e dërgoi në Hadramaut. Hadramaut sot quhet është qytet në Yemen. Hadramaut, Maut i thon vdekjes, Hadra si prezantim pra si çajimi ka qyteti, ardha e vdekjes ose paraqitja e vdekjes, sa diçka e tillë. Dhe ata janë populli Ad, që janë populli i parë që rifilluan adhurimin e idhujve pas përmbytjes së botës, në kohën e Nuhut alayhis salam. U përmbyt bota, vdiqën gjithë pa besimtarë. Ngjeli vetëm Nuh alayhis salam dhe pak besimtarë. Por pasi kaluan kohë, erdhën brezat e tjerë, të parët që e rifilluan adhurimin e idhujve, vjen prapë shejtani, nuk heq dorë, populli i Ad, të cilët u dërgua profeti Allahut Hudi alayhi salam. Dhe historinë të cilit Allahu subhanahu wa taala e sqaron në surën Al-Araf, në surën Hud, në surën Al-Mu'minun, në surën Ash-Shu'ara.
në surën Sejdë, në surën Al-Ahqaf dhe në të tjera sura nga Kurani i nderuar. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala dërgoi edhe Salihun, pejgamberin e tij alayhi salatu selam, dhe përmend autori alayhi salam, përmend autori prejardhjen e tij që shkon deri tek Nuhu alayhi salam. Dhe ky është pejgamberi i dytë me prejardhje nga arabët, të cilin Allahu i lartësuar e dërgoi tek populli Thamud, pasi dërgoi më parë pejgamberin Hud tek Adi, pra që përmendëm pak më parë. Dhe historinë e tij Allahu subhanahu wa taala përmend në Kur'anin e madhëruar lajme rreth tij, çështjen e deves, pra mrekullinë e deves dhe këmbguljen e tyre për të vazhduar që të adhurojnë idhujt, që të mos heqin dorë nga adhurimi i idhujve dhe jo të pranojnë tauhidin e Allahut. I përmend të në disa sure në Kur'an, si në suret e përmendura pak më parë, por edhe në surën Al-Hijr e të tjerë. Dhe ky ishte shirku toksor, tham. Tani thot, ndërsa shirku i parë që ndodhi tek populli i Ibrahimit alayhis salam ishte adhurimi i yjeve. Thot më pas autori, dhe arriti situata apo gjendja e tillë saqë toka u mbulua me shirk, me një lloj shirku të ri, nga një fe Sabiinët në Harran, në Irak apo në Siri, në jug, në Siri, në veri të Sirisë dhe në jug të Turqisë, ndoshta diçka e tillë, apo në Irak. Sabiinët ndahen në dy grupe, Sabiinët e Harranit, që i përmend autori, dhe Sabiinët Mendaije. Dhe kanë veçori ndërmjet tyre. Dhe ka pas ekzistuar një pjesë e tyre më parë, para ardhjes së Islamit në kohën e profetit alayhis salatu selam, që ndiqnin Teuratin. Pra kanë qenë me tauhid dhe zbatonin atë që ishin nga Teurati. Ta janë ata të cilët Allahu i lavdëron në Kur'an. Jo të Sabinët e tjerë, Harranit, të populli i Ibrahimit alayhis salam, apo Mendaijet. Dhe Sabi në gjuhën arabe do të thënë ai që del nga një fe në tjetrën dhe hyn në një tjetër, kurse te gjuha e tyre është larja me ujë të rrjedhshëm. Ka kuptimin e larjes me ujë të rrjedhshëm dhe flisin gjuhën aramike. Gjuhë e lashtë shumë. Thot autori, dhe këta ishin nga adhuruesit e yjeve, diellit, hënës dhe të tjerë në Kabul. Në Kabul thot. Kabul vetëm pati për qëllim atë që ne njohim sot në Afganistan apo në një qytet tjetër në atë kohë. Dhe adhurues të idhujve në Babiloni. Pra duke i shndruar yjet, duke në skulptura, duke i dhënë pamje njerëzish apo diçka tjetër dhe i adhuronin më pas. Dhe të janë lloji i dytë, thot, i adhuruesave të yjeve, dhe ky është shirku qellor. Shirku toksor, cili është kuptimi i adhurimi i njerëzve të vdekur. Shirku qellor, adhurimi i yjeve. Edhe ky është një term, si sot autori, që e ka përdorur Sheikhul Islam Ibn Taymije, sepse mund duket pak i çuditshëm shirku qellor, Por thot, mbron veten duke thënë është një term që e ka përdorur Ibn Taymije. Dhe ky shirku qellor, thot, që e bën idhujtarët pas idhujtarëve të popullit të Nuhut, që ishin adhurues të varreve, dhe që të gjithë në atë kohë ishin qafira përveç Ibrahimit alayhis salam, gruas së tij Sarës dhe djalit të vëllait të tij, pra nipit Lutit alayhis salam. Që të gjithë ishin pa besimtar, subhanallah. Vetëm 3 besimtarë në tokë. Çfarë situatë, çfarë përhapje e madhe e shirkut, çfarë fatkeqësi e madhe, çfarë zullumi i madh. Dhe Allah subhanahu wa taala dërgoi imamin e
i thtarëve të tauhidit, babain e pejgamberëve, Ibrahimin alayhi salam, të dashurin Ar-Rahmanit, e dërgoi në Babiloni. Dhe dihet që në Babiloni ka filluar për herë të parë edhe horoskopi. E keni dëgjuar horoskopi i Babilonisë? Ky është më i hershëm. Babiloni ka filluar. Pastaj filluan qytetëri me tjera, morën kinezët, morën hindut, morën e tjerë. Dhe Ibrahimi alayhis salam ka qenë djali i Azer, edhe sjell për ardhen e autori që e çon tek Nuhu alayhis salam. Piqet me Nuhun alayhis salam. Dhe me anë të Ibrahimit alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala largoi të sharr të madh dhe e hodhi poshtë krotësinë e idhujtarëve, duke i dhënë Ibrahimit pjekuri që në moshë të vogël dhe duke e bërë atë të dashurin e tij në moshë të madhe, Khalilin e tij në moshë të madhe. Dhe historinë e tij Allahu subhanahu wa taala na përmend në Kur'an fragmente të historisë me babain e tij, me popullin e tij në disa sure në Kur'ani, siç është në surën Ibrahim, kur ai kundërshtoi idhujt, i përçmoi ata, i nënçmoi ata, i theu ato, dhe dialogun që ai bëri ndër të tjera edhe me mbretin e Babilonisë Nemrud bin Kanaanin, që njihet si zullumqari i parë në tokë, pra pushtetar i zullumqar i parë në tokë, Nemrudi, ky njihet. Dhe të cilin Allahu subhanahu wa taala e shkatërroi me anë të një insekti, mushronj apo diçka tjetër. I hyri nga hundët, i hyri në kokë. Sa ai mbante vetëm për Zot, Nemrudi. Dhe kur Ibrahimi alayhis salam ftoi në adhurimin e Allahut, ai tha çish të besoj Zot tjetër përveç meje? Thoshte, pra, subhanallahu. Dhe urdhëronte popullin e tij për të gjë, dhe ndëshkonte çdo kënd që mund ta refuzonte adhurimin e tij. Dhe Allah subhanahu wa taala për ta poshtëruar dhe për ta bërë model, për të arrogantët e tjerë, e vdiq me anë të një insekti të vogël që i hyri nga hundët dhe i jepte dhimbje të mëdha të tmerrshme kokë, saqë vinin për ta qetësuar dhe godisin kokën e tij me çekiç për ta qetësuar. Dhe ai që e mëshironte më shumë e godiste me grushta. Ja godiste kokën me grushta, shi çfarë tmerri, çfarë lloj dënimi. Ky që e mbante vetëm për Zot, e shatroi Allahu me një krijesë të vogël. Dhe ajo është ushtria e Allahut, edhe ajo është ushtri e Allahut. Dhe thot më pas autori, dhe më pas Ibrahimi alayhis salam emigroi në tokën e Shamit, më pas në vendet e Egjiptit. Normalisht kur themi vendet e Egjiptit, nuk kemi për qëllim Egjiptin që është sot, mund të qenë diçka më e madhe, mund të qenë diçka më e vogël, sepse kufit e sotëm janë kufi ndryshe nga ato që kanë qenë më parë. Dhe ai u martua me Haxheran, dhe Allah subhanahu wa taala i dha 2 fëmijë të begat dhe pejgamber të nderuar, Ismailin nga Haxhereja, egjiptase, Kiptije, Keopte e Egjiptit, dhe Ishakun nga Sara, që ishte nga të afërmet e tij, pra ishte martuar me një të afërmet e tij. Dhe kur ndodhi xhelozia ndërmjet Saras dhe Haxhires, që është natyrshme te gratë që i përkas një burri të përbashkët, Ibrahimi alayhis salam e mori Haxhiren bashkë me djalin e tyre Ismail dhe e vendosi në Mekë. Dhe atje ndodhen ngjarjet prej burimit të Zemzemit, ndërtimit të Qabes e të tjera çështje të mëdha. Nuk hapet autori pra këto. Ndërsa Luti ibn Haran ishte nipi Ibrahimit alayhis salam, djali i vëllait. Allah subhanahu wa taala e dërgoi atë pejgamber në të njëjtën kohë që dërgoi edhe Ibrahimin alayhis salam, pra xhaxhain e tij. Xhaxha e nip të dy pejgamberë në të njëjtën kohë, por në popull të ndryshëm. Dhe u dërgua tek një popull të cilin historinë të cilit përmendet në Kur'an në një vend të quajtur Sedum në Sham, pranë Jordanisë. Aty ka qenë ky qytet i fëlliqur.
Dhe I ftoi ata në adhurimin e Allahut. Shikoj vëllezër, edhe pse në Kur'an përmendet populli i Nuhut për vesin e tyre të ndyrë, populli I Lutit për vesin e tyre të ndyrë, pra homoseksualitetin, kjo nuk do të thotë se ata nuk ishin idhujtar. Sepse nuk mund të ndodhte te një popull adhurues I Allahut një ves I tillë me një përmas të tillë. Nuk ndodh. Mund të ndodhin në individ të ndryshëm, por që të përfshijë tërë shoqërinë, kjo nuk ndodh. Nuk mund ndodhte. Pra ata ishin idhujtar, por spikasnin edhe për të ves të ndyrë, duke qenë se ishte shoqëria e parë që e shpiku të ves dhe e përhapi, të parët në historinë e njerëzimit ata, dhe e dim vesin e tyre. Dhe Allah subhanahu wa taala pra I ndëshkroi ata siç na përmendet historia e tyre dhe shpëtoi Lutin dhe familjen e tij përveç gruas së tij që ishte bashkë me të ndëshkuarit. Dhe më pas Allah subhanahu wa taala dërgoi Shuaibin, që konsiderohet khatibi I pejgamberëve, pra ishte orator shumë. Khatibi, orator I pejgamberëve. E dërgoi në Medjen tek njerëzit e Ejkes, dhe Ejke ka qenë një pemë që ata e adhuronin, quhej Ejke. Dhe përmendet në Kur'an. Dhe ata janë popull nga Arabët. Të cilët jetonin në Medjen në kufit e Shamit. Dhe si më pas autori për ardhjen e Shuaibit a.s. duke çuar deri tek Ibrahimi a.s. Pra pjek me Ibrahimin a.s. Dhe historia e tij thotë është përmendur në Kur'an në disa sure. Dhe në këtë mënyrë thotë pejgamberët pasuan njëri tjetrin nga pasardhësit e Ibrahimit a.s. Nga pasardhësit e dy bijve të tij dhe pejgamberëve të nderuar. I theruri, pra ai që u bë kurban, I sakrifikuari, Ismaili, që nuk u bë kurban, po që ajo historia që e dim të gjithë, që konsiderohet si baba I Arabëve. Bile Ibn Kathiri në librin e tij Bidaja Nihaya thotë se I pari që ka zbutur Kurajt është Ismaili a.s. I pari që ka zbutur Kurajt është Ismaili a.s. thotë. Dhe Ishaku a.s. dhe Ismaili a.s. që dërguar tek Jurhum dhe Amalikët, gjithashtu edhe në Yemen dhe në krahina të tjera për qark në Hijaz, Yemen, në Xhezirë, në tradishën arabik, dhe prej pasardhësve të tij është edhe vula e pejgamberëve Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ndërsa për sepërtet Ishakut, Allah subhanahu wa taala dërgoi në Sham dhe në Harran dhe në krahinat për rreth tyre, dhe nga pasardhësit e tij është pejgamberi I Allahut Ejubi alayhi salam. Gjithashtu është edhe Dhulkifli. Ibn Kathiri përmend se disa njerëz pretenduan se Dhulkifli është djalë I pejgamberit të Allahut Ejub. Pretendojnë, thot disa historianë, pretendojnë diçka të tillë. Ka qenë, Allahu a'lam. Dhe si Ejubi dhe Dhulkifli u dërguan tek banorët e Damaskut në Sham. Damasku është qytet shumë I lashtë. Dhe nga pasardhësit e pejgamberit Jakub, pejgamberit Ishak ishte edhe Jakubi, që quhet edhe Israil. Dhe prej tij rrjedhin ata që quhen Benu Israil. Më pas pejgamberët e tjerë nga Beni Israilët do të vinin si Jusufi, Musai, Haruni, Iliasi, Eliesea, Yunusi, Daudi, Sulejmani, Yahya, Zekaria, Isa alayhim salam. Dhe vazhdon autori më pas me një tjetër çështje që ka të bëjë me shirkun tek arabët. Pra, fillon të përqendrohet tani tek arabët. Do të flasim për të inshallah një natë tjetër.
Ne lutim Allahun subhanahu wa taala të na japi qëndrueshmërinë në fenë e tij. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.